U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionit ton, si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit kemi të ftuarit tan ku trajtojmë tema të ndryshme. E dim që muaji janar është një muaj që për neve si shqiptar flet shumë. Flet pikërisht për manifestimin kombëtar Flaka e Janarit. Dhe pikërisht për herë të parë Flaka e Janarit është organizuar apo është mbajtur në rajonin e Karadakut, konkretisht në komunën e Likovës. Dhe për të folur pikërisht për këtë festë madhështore që mbahet çdo vit, një manifestim tradicional, këtu me mua kemi profesorin universitar Mirvan Xhemailin dhe njëkohësisht organizator i këtij manifestimit. Mirë se erdhët, i nderuar, në emisionin tonë Ritmi i ditës. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju, si dhe për të gjithë teleshiquesit e televizionit tuaj. Atëherë fillojmë që, siç e potencova në fillim, është mbajtur për herë të parë Flaka e Janarit në rajonin e Karadakut, të themi konkretisht në komunën e Likovës, në fshatin Mateç. Çfarë e bën këtë edicion të veçantë kësaj radhe? Atëherë fillimisht lejoni të them se Flaka e Janarit është një manifestim tradicional mbarkombëtar që ka filluar të mbahet fillimisht në Kumanov gjatë viteve të 90-ta, pastaj si Flaka e Janarit ka filluar fillimisht në Kërshov, e pas disa viteve ka vazhduar në Gostivar. Në Gostivar është mbajtur gjatë kohë? Po, realisht në Gostivar, Shoqëria Kulturore Artistike Lulet e Malësisë, së bashku me SHVL UÇK-n dhe së fundmi edhe me Shoqërinë Lëvizja, e kanë organizuar këtë aktivitet për 20 vite me radhë, ku vlen të theksohet se personi i cili e ka mbajt gjallë këtë flakë është drejtori i Flakës së Janarit, zoti Luan Veliu. Pastaj, së fundmi, siç e potencova, Shoqëria Lëvizja, së bashku me SHVL UÇK-n dhe me Shoqërinë Kulturore Artistike Lulet e Malësisë, kanë vendosur që kësaj radhe Flaka e Janarit të kalojë në Kumanov, respektivisht në Karadakun e Kumanovës, në komunën e Likovës, pikërisht në fshatin Mateç, ku dhe është mbajt Akademia Solemne, manifestimi tradicional, cilës i kanë parapri edhe homazhe nëpër varrezat e dëshmorëve, veprimtarëve, të cilët janë përjetësuar, duke filluar nga Kërçova, nga kompleksi memorial Nëna Shqiptare, e deri në fshatin Vaksinc, pastaj në fshatin Slupçante, varrezat e dëshmorëve, në fshatin Hotel dhe në fshatin Mateç. Pastaj këtë vit, domethënë manifestimi qendror, Akademia Solemne, është mbajt në ora 17, me 17 janar, cilës i ka parapri fillimisht ndezja e flakadanëve, ku janë mbledhur, domethënë, ish të burgosur politik, veteran të lëvizjes, familjar dëshmorëve, mysafir nga gjitha treva shqiptare, janë ndezur flakadanët dhe pastaj ka fillu edhe ajo Akademia përkujtimore e Flakës së Janarit. Të Flakës së Janarit. Atëherë, sa ka qenë vështirë organizimi i këtij manifestimi që pikërisht për herë të parë po mbahet në komunën e Likovës në qytetin e Kumanovës? Realisht organizimi nuk ka qenë shumë i vështirë, nga që Shoqëria Lëvizja merret me organizimet të natyrës së tillë për disa vite me radhë. Po ashtu, këtë organizim, domethënë, e ka organizuar Këshilli Organizues, ku kanë qenë përfshirë ish-burgosur politik, veprimtarë të ndryshëm, adhetarë të ndryshëm, të cilët me përkushtim të madh kanë arritur që të organizojnë këtë manifestim. Të kthehemi pas në të kaluar. Në mund të na thoni se kur dhe si lindi manifestimi Flaka e Janarit? Po Flaka e Janarit realisht si organizim ka fillu pas vrasjes tinzare nga dora e fshehtë, respektivisht nga UDB-ja, nga Shërbimi Sekret Jugosllav,
të ish Jugosllavisë. Pra, 3 flagadanët e parë kanë filluar si manifestim të mbahen në mërgatën shqiptare, respektivisht Gjermani dhe Zvicër, ku këta 3 dëshmorët e parë të lëvizjes popullore të Kosovës, nga që vlen të aksohet në këtë drejtim se në vitin 1982 me 17 janar, pikërisht ato ditë ishin bashkuar disa organizata të ilegale shqiptare që vepronin jashtë territoreve shqiptare, respektivisht në Zvicër, Gjermani dhe në vende tjera. Këto organizata, me qenë se kishin qëllimin e njëjtë, vendosen që të shkrihen dhe të veprojnë si një e vetme, me një zë, dhe pas vrasjes së Jusufit, Bardoshit dhe Kadri Zekës, në njëherë këta 3 ranë, mirë po mirat e tjerë ngritën dhe me qenë se këta konsiderohen edhe themelues të lëvizjes popullore të Kosovës, po ashtu edhe konsiderohen edhe si dëshmorët e parë të lëvizjes. Si shtam 3 ranë, mirat tjerë ngritën, ata tjerët që ngritën i konsideruan këta si 3 flagadan për t'i kujtuar dhe nderuar sakrificën, veprën e këtyre që ishin jo vetëm dëshmorët e parë, po ne e dim se Jusufi dhe shokët e tij ishin edhe përfaqësues e mendimit shqiptar, që si intelektual që ishin, ata rrezatonin gjithandej. Gjithandej. Ndërohen ju i potencuat Jusuf dhe Bardosh Gërvalla, Kadri Zeka, Recep Mala dhe Nuhi Berisha. Çfarë përfaqëson sakrifica e këtyreve figurave, të themi pikërisht për çështjen kombëtare shqiptare? Realisht, shqiptarët pas luftës 2 botërore, gjatë sundimit të ish Jugosllavisë, sundimit komunist që përfaqësohej nga Titoja, nuk ishin të kënaqur me statusin të cilin shqiptarët e kishin. E më vonë, domethënë siç e dim, gjatë regjimit serb, shqiptarëve ju suprimuan edhe ato drejta që i kishin. Dhe normalisht që shqiptarët kërkonin rrugë se si të rezistonin për këtë mënyrë të qeverisjes dhe kërkonin mënyra se si të çlirohen nga pushtuesit. Dhe realisht kjo sakrificë që ishte bërë nga Jusufi, Bardoshi, Kadri Zeka, e më vonë gjatë vitit 1984 me 11 janar, ku përjetësohen Recep Mala dhe Nuhi Berisha, ata përfaqësojnë rezistencën e parë aktive të lëvizjes popullore të Republikës Kosovës për çlirim. Pra aty domethënë vihen edhe themelet e para të rezistencës aktive për çlirim. Mendoj që pas gjithë këtyre sakrificave, kjo tentativë e çlirimit të shqiptarëve ka vazhduar fillimisht në Mërgat, ku lëvizja popullore e Kosovës ka filluar fillimisht të ndërgjegjësoj Mërgatën shqiptare, të cilët më pas kanë sjellë materiale propagandistike në kuptimin e çlirimit të shqiptarëve, pra në ngritjen e vetdijes se shqiptarët duhet të rezistojnë dhe mos pajtohen me mënyrën e qeverisjes që po ndodhte në ish Jugosllavi. Dhe veprimtaria e lëvizjes popullore të Kosovës ishte shumë dimensionale, siç e potencova, nuk ishte ideja, domethënë, vetëm të diskutohet për çlirim dhe vim tek pika konkrete ku lëvizja përpos që e ngriste vetdijen kolektive shqiptare,
ajo njëkohësisht edhe përgatiste kuadër të cilët do të ishin të gatshëm që të rezistonin edhe në mënyrë aktive, respektivisht ajo që vije më pas, formimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i ushtrisë çlirimtare për Preshev, Medvesh dhe Bujanovc, si dhe ushtrisë çlirimtare kombëtare. Pra, me fjalë tjera, ne vim nga fjala deri tek arma, nga idealizmi deri tek çlirimi. I nderuar, mund të na thuani se si ka evoluar, mund të themi, ky manifestim kombëtar, mund të themi, kaq ndër vite flaka e Janarit? Po, si thash, është shumë e rëndësishme të potencohet se nëse e marrim për shembull këtë vit, po edhe vitet më parë, ky organizim thjesht na kthen tek rënjët tona. Dhe është shumë e rëndësishme të potencojmë se ne duhet të kujtojmë këta njerëz të sakrificës, sepse këta janë ata që ne duhet t'i nderojmë përgjithmonë, sepse ata e flijuan veten që ne të jemi sot ku jemi, të kemi pavarësinë e Kosovës dhe të kemi statusin e shqiptarëve si shtet formues në vendin tonë. Është me rëndësi të potencohet se si manifestim zakonisht brenda vetvetes ngërthen ose mbledh shumë veprimtarë, veteranë të Lëvizjes Popullore të Kosovës, ish ushtarak, familjarë dëshmorëve. Është me rëndësi të thuhet se jo vetëm këtë vit, po edhe vitet paraprake në këtë manifestim tradicional mbarkombëtar, kemi pas edhe familjarë të Recep Malës edhe Kadrizekës. Respektivisht kemi pas vajzën e Recep Malës, Fitore Male, e cila tash është një profesoresh universitare. Kemi pas edhe Saime Jusufin, bashortën e Kadrizekës. Si dhe për familjarë tjerë të dëshmorëve dhe veprimtarëve të përjetësuar përgjatë janarëve. Është shumë e rëndësishme të theksohet se muji janar shënon edhe përjetësimin e kryeherojit tonë Skënderbeut, Isa Boletinit, Ismail Qemalit dhe shumë adhetarëve, veprimtarëve dhe dëshmorëve të përjetësuar në muajin janar. Mund të na thoni se cili është mesazhi, të themi, kryesor që flaka e Janarit të përcjell pikërisht tek brezat e rinj? Mesazhi kryesor do të thoja unë është se liria nuk trashëgohet, liria nuk dhurohet, liria është diçka që është fituar me shumë sakrificë, me gjak dhe me sakrificë aq të madhe. Të kemi parasysh se atë që e theksova më lart, më sipër, më herët, se veprimtaria e Lëvizjes Popullore të Kosovës ishte shumë dimensionale, si thash, mërgëmtarët tanë sjellnin materiale si Zëri i Kosovës, Kushtrimi i Lirisë, Lajmtari i Lirisë, gazeta të cilat botoheshin jashtë, pra në Gjermani, në Zvicër, silleshin ilegalisht, dhe kemi parasysh se në kohën kur këto materiale silleshin, nëse kapeshin, personat që kapeshin, kam fjalën veprimtarët tanë, dënoheshin me dënime drakonike dhe maltretoheshin shumë. Se ideja ishte se këta përpos që sjellnin materiale, krijonin nëpër këshillat e rrethit që i kishte Lëvizja Popullore të Kosovës, krijonin grupe që të shpërndaheshin sa më shumë materiale të tilla që popullata të ndërgjetësohet. Pra, nuk ishin vetëm gazetat, ndashin edhe libra, afishe, trakte dhe kështu me radhë. Po gjithë kjo nuk bështe vetëm me popullatën, kemi parasysh se kjo ka ndodhur edhe me studentët. Kemi parasysh këtu edhe gjatë demonstratave të vitit 81, ku këto materiale nëpërmjet veprimtarëve të Lëvizjes
janë shpërndarë në për student dhe në masa tjera popullore. Pra ideja kryesore është se ne duhet kemi parasysh edhe rinia jonë duhet të kuptoj se këtë që ne sot e gëzojmë nuk është diçka që na ka dhuru dikush apo e kemi trashëgu, po thjesht janë brezat të tërë të cilët janë sakrifikuar dhe ne duhet që këtë ta përcjellim edhe tek brezat tjerë, tek gjeneratat tjera, që të mos harrojmë se nga ku vijmë dhe në për çfarë situata kemi kaluar. Vitin e ardhshëm, Flaka e Janarit ku mund ta shohim, ku mund të organizohet? Si thamë, kryesia e shoqërisë Lëvizja ka vendosur që Flakën e Janarit ta shëtisë ose ta bartë në për qytetet ndryshme shqiptare. Ende nuk është vendosur për vitin e ardhshëm, pra do të mbahen mbledhje dhe do të vendoset, po e kemi parasysh se me shumë gjas mund të jetë Shkupi, mund të jetë Manastiri, mund të jetë Çashka, apo ndonjë qytet tjetër shqiptar. Shqiptar, pa tjetër. Dhe në fund, cili do t'ishte mesazhi që do doni të ua dërgoni të themi institucionave, personave kompetentë lidhur me ruajtjen e kësaj tradite kombëtare që organizohet çdo vit pikërisht Flaka e Janarit? Do të thoja se Flaka e Janarit është amanet, është përgjegjësi dhe është vazhdimsi dhe kjo flak duhet të vazhdoj të ndizet, thjesht për të vetëdijsuar, ndëgjetësuar rinin dhe popullatën, për t'ju treguar se dhe për ta mbajtur gjallë këtë amanet, për të treguar se sakrifica e shqiptarëve ka qenë aq e madhe sa që ka shkuar deri në vetflemë. Kemi parasysh e zgjedhëm këtë vit Kumanovën, nga që Kumanova ka qenë vatër rezistence në për periudat ndryshme. Kemi parasysh këtu edhe luftën e vitit 2001, sepse si që potencova nga ideali i brezave të parë, si që përmendëm në Jusufin, Bardoshin, Kadriun, Nuhi Berishën dhe Recep Malën dhe shumë veprimtarë tjerë, synimi i tyre ka qenë çlirimi i Kosovës dhe këtu kemi parasysh kemi pas edhe si Kumanov, edhe si Likov, po edhe si qytetet tjera shqiptare në Maqedoni, kemi pas veprimtar të shuar, nuk do të përmendi asnjërin nga kuptimi që mos harrojmë ndonjë, mos na hidhrohen, po si zonë domethënë ka qenë gjithmonë vatër e rezistencës dhe ideja është që ne sa më shumë që i kujtojmë ata që flijuan edhe më të shtretën, më të vlepshmën e tyre jetën, aq më krenar dhe më të përmbushur si popullat, si shqiptar do të jemi. Ju faleminderit edhe një herë për gjitha këto informacione që i dhatë në emisionin tonë e mëngjesit të ritmi i ditës. Shpresojmë që kjo fest asnjëherë mos të ndalet, të festohet çdo vit dhe të vazhdoj edhe më tej ashtu deri më tani siç është festuar çdo vit që sa vite me radhë. Ju faleminderit edhe një herë, nderuar.